Po, ajo çka normalisht është për tu duar trukitur në Pinea Medical Center që ndodh çdo herë, është pikërisht kjo, kur i kanë inovacionet ma të fundit për realizimin e krejt analizave dhe rezultateve në kërkesat e specialistëve të ndryshëm, edhe në këtë në kohë reale të PCR-it që bëhet edhe që na diagnostikohet dhe na e përgjigjen e saktë që specialisti ginekolog e kërkon. Por sa janë pacientët nga ajo që punon çdo ditë, doktoresha Lulet, që e marrin seriozisht, sepse unë për fat të keq e them që shumë pacient pak e nënvlerësojnë kërkesën e mjekëve specialist, kur thonë aj po kërkoj ke shumë analiza, aj po më lip analiza shtrejt, aj kështu. Dhe me thonë nuk e din rëndësinë se sa jetike është ajo analizë që kërkohet në atë kohë kur kërkohet. Po të është të mjë të drejten se e kesh kuptojnë. Një dark me shkume me pagu dikon është me siguri ma shtrejt, edhe një fenire me trove dhe me thonë sigurisht për shama si. Dhe me thonë janë gjanët... Po këtu po kesh kuptojnë pacientat. Po vetëm do të me ditë mjë sharun, do është, se për diri sot, më thonë mua, asë një pacientë nuk më ka thonë që kërkoj, edhe do të me kuptu që analizat nuk bëhen për mu. Analizat bëhen për me mujtë me përcjellë, foshnjës edhe shtazani me përcjellë si duhet. Edhe nëse unë ja sharoj pacientët, deri sot me të vërtet nuk kom pas probleme kur. Më thonë sepse nëse qëto analizat në ndihmojnë që dhe më thonë, okej, mëse bajkani se gjithë është në regull, për shumë, më thonë edhe, shtu që është shumë e letë, Po pikërisht Saranda është kjo sepse pacienti edukohet, misioni i mjekut, qoftë në pjesën klinike, me thënë që është direkt sepse dhe ne jemi klinik, por që ka kontaktin primar me pacientin dhe follow-up deri në përfundimin e shtatzanisë, por qoftë edhe në pjesën laboratorike, unë patjetër që kontaktin dhe komunikimin me pacientin e kam në çdo detaj që nga analitika, post-analitika e tjerë. Juve që dini se jeni e familiarizuar me punën dhe protokollet e punës për herë parë kam ngritur në aspektin biokimik në Prishtinë dhe në Kosovë dhe kryesisht përgjithsisht në mjekësinë laboratorike. Atëherë pacienti nuk e di, por misioni ynë i mjekut është që edhe të edukoj pacientin mbi rëndësinë e një check-upi për të parë nëse jo për vetën e vet, atëherë për fëmijën dhe për pasojat nëse nuk edukohet se çfarë do vuaj nga një fëmijë i smur ose nga një jo shëndet i plot i një fëmijë që do sjellë në jetë. Me tonë drejten jam e për këto ma shumë akuzomi nëse nuk i bëjmë edhe kemi pasoja për pacientëve. Se s'm keni thonë se unë më koni kisha bëdhe që të analiza i kena bëdhe. Më thonë, sukur që shushë kjo e kjo, sukur që shëbisetum deri gjithashti. Ka do nivelli antitrupave i gëgësilar, e kërkojnë aviditetin. Pse? Se të pjasëron, unë duhet me di se kur i ki kalu ti qëto. A ki kalu para 2 java, apo ki kalu para 2 mujve. Dhe nëse na jasëqaron e pacientit, më thonë, dhe si të mos doktorisha Lule që jarë zakonisht shumë punon me pacienta dhe bisedo me pacienta, më thonë nuk e kemi këtë problem. Mirë, po nëse nuk e qërëm dhe vetëm e japë që, më thonë raportin e të një shkollë dhe vjahajti mas që të në marë që më thonë kupto që nuk e kupton e nuk e din. Amo për që të arsye edhe unë e kom pas, na e patëm që tash një rast dhe më thonë ku duli gëmëja pozitive të një paciente, mirë po për fatë mirë, e kom qute doktorisha Lule e ka bo aviditetin dhe më thonë, ama të ka qenë i gëmëja pozitive, po. I gëmëja pozitive, po pastaj një preferojmë PCR-in, edhe du negative dhe na jemi në regull, dhe më thonë, jemi qetë, si du mos gruja shtazonet, cilat ashtu kuptohet, po janë mjetet informative, gjithë shka dhe hinë e lezion se qka është toksoplazma dhe tjeret edhe normal kuptohet, adin se gjitha që ato pasojë që i cekum na do më thonë edhin që mundet me pasë dhe foshni. Edhe për këtë arsye, ku jesë qarojmë se për qëfar arsye na ta shte përgjupmi qëtë PCR-in, po ne di se doktorisha Lule qysh bisedon me paciente, kështu që të më thonë nuk e kena pas absolut asnjë problem.